Kina pa diskutim që do të mbetet ekonomia më dinamike e botës dhe arsyet janë shumë thjeshta. Arsye e thjeshtë është që është akoma një vend në zhvillim me një potencial të jashtëzakonshëm për zgjeruar klasën e mesme, konsumin, si pjesë e modelit të ri, si pjesë e modelit të ri të rritjes, pra edhe ajo që tha presidenti Xi në kongresin e fundit ishte për të kaluar një rritje ekonomike cilësore, pra bëhet fjalë për një ndryshim në modelin e zhvillimit ekonomik, që do të thotë në thelb që vendi ka mundësi brenda me burimet e saj të brendshme të ushqejë një kërkesë gjithnjë më dinamike. Prandaj dhe perspektiva e ekonomisë kineze si një ekonomi me një rritje dhe në ekspansion është e padiskutueshme. Problemi është që në anën tjetër kemi qoftë Shtetet e Bashkuara, qoftë Europën, të cilën nga pikpamja e zhvillimit ekonomik kanë arritur nivelin më të lartë në historinë e tyre. Pra praktikisht segmentet për të shtuar konsumin dhe kërkesën e brendshme janë pothuajse të ezauruara, kështu që nuk është se kemi një pritshmëri për një ekonomi dinamike të fortë brenda vendit. Kjo është arsyeja që interesi i Europës dhe i Shtetet Bashkuara për ekspansion jashtë vendit dhe për ta udhëhequr rritjen ekonomike nga jashtë, nga kërkesa e huaj, është parësore, pra kanë shumë më tepër interesa këto vende. Në këtë kuptim, mendoj që Europa e ka kuptuar, besoj prej kohësh dhe e ka shqetësimin. Problemi është që i mungon fleksibiliteti për të marrë vendime dinamike. Pra, ata e shikojnë që sot, fjala vjen mundësitë e Europës për të zhvilluar brenda vendit dhe për të dominuar në këtë teknologji kritike, do të jetë e pamundur nëse Europa nuk flet me një zë. Europa nuk zhvillon dot një treg financiar, siç e ka që të rivalizojë edhe me Shtetet e Bashkuara, se mos harrojmë tani, kemi një tjetër shkallë rivaliteti dhe Europa-Amerikë. Domethënë, pak a shumë janë bëhet një decoupling, decoupling jo vetëm me Kinën, bëhet një decoupling në total në gjithë sistemin e ekonomisë botërore, po. Pra, Europa ka një potencial të jashtëzakonshëm se është një ekonomi më e madhe se ekonomia amerikane, edhe mund zhvillojë një treg financiar që ta rivalizojë dollarin amerikan, të rivalizojë tregun financiar amerikan. Pse nuk e bën? Se ka dhe një monedhë. Nuk e bën sepse nuk ka një treg kaq thelluar financiar që ka Amerika. Pra këtu secili shtet qeveriset me financat e veta, ka instrumentin e vet borxhit, nuk është si në Shtetet e Bashkuara që të ketë Kalifornia borxhin e vet, fjala vjen Texasi borxhin e vet. Po të ishte ashtu, atëherë do të kishim të njëjtën simetri.